Vëllai dashur dhe motër e nderuar, ja jemi në muajin Ramazan në këtë muaj të bekuar. Secili prej nesh duhet të çohet në syfyr, nga se kështu na porosit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ku thot: "Tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka." Çohuni hani syfyr nga se në syfyr ka bereqet. Pse ka bereqet? Nga se ky është një moment ku besimtari e ushqen trupin e tij që nesër të jetë më i fortë për me adhuru Allahun subhanahu wa taala për mes agjerimit. Po ashtu nga dobit e tjera të syfyrit është se me këtë veprim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka synuar që besimtarët t'i kundërshtojnë dhe të dallohen nga idhfarët e librit. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Faslu ma bayna siyamina wa siyam ahli al-kitab aklatu sahar." Dallimi mes neve, mes agjerimit ton dhe agjerimit të idhfarëve të librit, pra hebrejve dhe të krishterëve, është ngrënia e syfyrit. Andaj mos e lë asnjëherë syfyrin, çohu, ha syfyr, lutje Allahut në këtë kohë për të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër.